Do më thonë, alarmohen ose aktivizohen njështë që du të mu aktivizu, ma se shë kushtimisht dikush ndoj një storje. Pas kam vesh ku mu anku, se nësa ata thojnë, shpresojmë që puna jote në ndimon, në drejtë gjërat, i vjen që ata kanë disponim. Bie që ata s'po dëgjohen, ose nuk po ecin gjërat gjatë zinxhirit, sepse është një situatë komplekse. Po nismi për të fundët. Peks, që ta kesh të thonë, pianizm që ka ndodhë që? Aulonën, mund dhe me thonë, jemi shoqë në rjetin profil në Facebook me vite, një aktivizmin e saj, një si gru, e një dhe motrën e saj pak për mëso afrmi. Ankesa si Aulona për pediatrin ka pasur ndër vite, edhe në rjetët sociale, edhe neve që na kanë dërguar. Mua më vjen shumë mirë që Aulona ka arrit me bo impact dhe jehon të presion të raportimit të saj si një qytetare, pa i përfshi mediat, ku i lajmi u bo medialisht i hapur dhe u shpërnda nga plot herë. E aq më e madhe u bo ku reagimi Aulonës pas raportimit të saj fillestar në rjetin e saj, që ka presion dhe tash më kanë shkuar për ta intervistuar kushtimisht nga stafi, për të evidentuar gjitha këtu pamje në Facebook edhe përmes ankesës. Një nane dërmume që hallin e ka fëmijën e saj, 2 vjeç, duhet mu intervistu, duhet mi ashtu një kushtimisht një lloj presioni në orët e vona, pra kjo nanë, përveç që ka mu përball me gjendje, se ku ka mu shtri fëmiju, se si ka mu trajtu fëmiju, se ajo paraqet edhe pak knajtësinë e trajtimit të stafit, që nuk është që nuk qëndrojnë atë që ka thona Aulona, kësi ankesa kemi me numra të pa numërta, ma dje pikrish për këtë presion që e ka paraqita Aulona, unë i kam probleme si dhe më të madhe në teren, në raportimet e mja editori, kam me qytetarët, edhe pëse ballafaqohen për një me problemin real, edhe pëse mungon një material jetik që ja shpëton jetën, nuk flasin në emër të kësaj lloj frike dhe presioni, si që thët Aulona. Pra, qytetarët kush është qaj person? Jo. Falës pak, arbresht. Nuk është çështje personi. E ki edhe që diçka që vlerësoj të të është edhe guxime. Nuk është çështje personi. Kush është qaj person ose qaj grup i cili shkakton presion? Ata do të me shku në shpe. Sepse ti nuk mundesh presioni mos kryrës puve tua, mos milion tjerë pastaj me shposh. Nuk është çështje personi, është çështje standardi shoqëror që shtrit. Jo vetëm këto vite, kemi të qartë, është në ndër vite që raportojnë në shëndetësi, edhe në qeveritë e kaluar, po është më e theksuar se qytetarët e kanë frikën që nëse raporton për mungesën e ilaçit dhe për një shtrat, thotë ko mu hak mirë një mjeku. Kush? Mjeku? Thotë ko mu hak mirë mjeku. Gjë që unë ja spjegoj, jo, kjo mund të jetë një paragjykim, që mjekët nuk janë përgjegjës për furnizimin e ilaçeve, mjekët nuk janë përgjegjës për rregullimin e shtretërve, mjekët janë për dhënien për konsulta profesionale. Unë i besoj qytetarit ma shumë se qytetarë që janë kuti besoj ma shumë. Unë po them për standardin që shkriju, si mas paragjikuesve po veprohet, por unë përderisa nuk kam fakti, nuk më i thonë që X doktori dhe X infermierja e ka kërcënuar një qytetar me jetën e fëmijëve me trajtim, për shkak që ai ka raportuar për mungesën e ilaçeve. Sepse të bëmi të qartë, sigurimi i kushte për pacient është e konvenueshme edhe për stafin shëndetësor. Edhe stafi shëndetësor nuk ka hiç dhoma më të mira kurin në zyret e tyre. Edhe shpesh më thojnë arbësh me zëspresi me kry kujdestarin se po friksohem edhe ka po shkelme edhe në banjë ku për hymë. Do me thonë e për tash, edhe është për interes për ta, edhe na kena që me pas kushte komode në punën tonë. A të thojnë ata ko problemi arbëresh? Po problemet e investimet nuk i bën infermieri, nuk i bën drejtori, i bën politika, bashkë me menaxherët e QKOK-s dhe SHSKOK-s. I ka prioritete politika. Çka do të lidhem është që QKOK quhet të krijon një komision ad hoc, një alibi e tyre e komunikimit me media, një hap i gabuar. Komision. Po, adim së rrët kjo komision, sepse zonja Mehmeti që o ditën e nesme thotë unë për marrë presion, për ta kushtimisht për ta kamufluar atë presionin që e tregoj zonja Mehmeti dhe nuk pos mbrapsët nga guximi saj dhe konsistenca saj, atër që QKOK u detyrua ta paguaj faturën kushtimisht dhe ta formoj një komision ad hoc që për mua është e papranueshme si gazetare shëndetësisë, sepse nuk ka nevojë të formohet një komision ad hoc për me vërtetu që s'ka shampon në banjo, që s'ka letër tualeti, që dyrt nuk mbyllen. Ajo gjendje është faktike, jo veç në këtë qeverisje, është në të gjitha qeverisje dhe theme përgjithësinë e plot dhe vazhdo me qenë evidente. Por, problemi është që standardet e qeverisë aktuale janë rritë shumë me premtime dhe qytetarët e raportojnë 2 fesh ma shumë probleme, apo jo, dhe me të drejtë, se kam pri që së paku shampon me paste për banjo. Ka banjo që asë nuk mbyllën, shumë mire ka përshu zonja Mehmeti, pajtojnë plëtsisht në gjdo detaj. Në gjdo banjo, madje hinë edhe plumi në do banjo, se ura ploka e tavanit, hinë plumi, del plumi, hinë edhe në klinik, edhe del edhe për klinikës. Pra, komisioni ad hoc, me vërtetu mungesën e shtretërve, ironia kësaj ke masat e mara, ndaj kujt, ndaj një punëtori teknik.
Punëtorin teknik e ka ndënu për mos investim. Se pas ka regullu shtratin, punëtori teknik e ka një menager të vetin, që këja ka divizione dhe drejtori që merre me çdo problematik. Është një drejtori që quhet ato